Si Ministri i Ekonomisë prej zyrës kombëtare të auditimit kemi një opinion të pakualifikuar që tregon që parën publike po përdorim siç duhet, sidomos në raport me ndërmarrje publike. Jemi ndër ministrit e para sa përket transparencës sipas matjeve që kanë bërë edhe organizatat pjesëmarrësit të Korvaqit, edhe kemi një arritje të kënaqshme, bukur të lartë në reformat që kërkohen për rrugtimin ton drejt BE-s. Këto janë parakushte shumë të mira tash për një administrim më të mirë të ndërmarrjeve publike. Ju përmendët çështjen e subvencioneve, para se me shtjellu këtë temë, bëjmë mbase një sqarim të vogël. Shpesh edhe thuhet që ka përfituar X ndërmarrja këtë shumë, por në realitet duhet me pas parasysh që ndërmarrjet janë mekanizma për përfitimin e qytetarëve dhe shumë nga mjetet që mund t'ju ndajnë ndërmarrjeve kanë qenë thjesht subvencion për qytetarët ose një mbulim i kostos shërbimit universal, pra një detyrimi që shkon përtej kushteve të tregut dhe përpjekjeve për me maksimizu vlerën e ndërmarrjeve. Pra, Keku nuk ka pas nevojë për paret e qeverisë, por kanë pas nevojë qytetarët. Ky është një sqarim, ka pas mbase ndërmarrje tjera që është dashur me u përkrah për vështirësitë që kanë trashëguar dhe ato sfidat që ka sjell një krizë ose një tjetër, por unë jam shumë i lumtur që ndërmarrjet publike janë në rrugën e duhur. Për 4 vite para qeverisjes tonë, pra periudhën 2016-2019, bilanci ka qenë negativ 59 milion euro, pra një humbje marrëmendse për këto 4 vite. Po e heqim vitin e pandemisë 2020, me që është i pazakont, flasim për vitet 2021 deri në 2024, pak a shumë 4 vjet të qeverisjes tonë, bilanci është mbi 195 milion euro. Pra ka një dallim drastik. Subvencionet praktikisht në shërbimet universale natyrisht janë të nevojshme. Mirë po nuk duhet krijohet varësi, do të thonë financiare prej subvencioneve. Telekomi i Kosovës nuk du pak edhe kronologjinë, ndoshta momentin kur ka qenë nevoja ndërhyrja e aksionarit, çka ka qenë në Telekom, për ndryshe ideja do të thonë është subvencionet në princip e pengojnë zhvillimin e inovacionin, në përgjithësi edhe janë barë për buxhetin e shtetit. Kështu që kryesisht do të thonë Telekomi ka funksionon me marrje të kredis, kryesisht afatgjate prej aksionarit, të cilat mandej ka strategji qartë të kthimit të këtyre mjeteve. Pra, ideja fillestare e çdo kompanisë, do të thonë një menaxhimi kështu të përgjithshëm dhe të mirë, janë kryesisht do të thonë rritja e hyrave edhe zbritja e kosteve. Formën se si është bëhet kjo në kompanitë e zakonshme nuk është triviale pak a shumë, mirë po për Telekomin ka qenë sfidë ekstrem shumë e madhe. Marr parasysh që prej vitit 2015 Telekomi ka performuar me humbje gjatë gjithë kohës dhe kur është marrë detyra, do të thonë 2020-ën, kemi pas dika borxhe për pas humbjeve të gjatë viteve prej vitit 2015, e që dhe atëherë jemi njohur si kompania gjiganti i Kosovës, praktikisht na kemi qenë me 70 milion humbje. Borxhe. Kemi bërë strategjinë, do të thonë, është dashur të punu aty shumë, natë edhe ditë, me prezentu para aksionarit edhe me tregu gjendjen edhe me tregu zgjidhjen për gjendjen. Do të thonë, kemi bërë një strategji qartë, financiare, do të thonë, empirike edhe përshkruese edhe numerative. Kështu që pra po them ka qenë e mira ose koha e përshtatshme e Telekomit ka qenë që aksionari e ka kuptuar sakt
edhe natyrisht e ka mbështet, themi, sepse edhe përpara nuk është që se kanë kuptu nevojën ose për ecjen përpara të kësaj ndërmarrje publike ose dhënien ndihmës ose një dorë ndihme, mundohemi me digitalizu krejt gjithçka informacionin që me qenë aty, me qenë për kohë gjatë, jo me thonë na humbën ose diçka. Më thonë jemi të punuar edhe shumë në digitalizim, në rregullimin e proceseve të punës. Për këtë ndërmarrje mendoj që duhet me bëni prezantim, sepse kjo ndërmarrje publike ka operu në farë mënyre në periferi. Nuk ka pas as mbikëqyrje, as nuk ka pas shumë njerëz që kanë ditë. Me ta thënë të vërtetën, kur kom apliku për këtë pozitë, se kom ditë që kjo kompani ekziston. Për dallim prej ndërmarrjeve tjera publike, kjo ndërmarrje ka rujt një farë lloj, e ka pas një farë aftësie me nejt pa u pa. Si model është ndërtu prej Bashkimit Evropian në menjëherë mas luftës, disa vite mas luftës, si një model që edhe sot përdoret si shembull i mirë, si model i menaxhimit të deponive sanitare. Tash, në kontekst të menaxhimit të integruar të mbeturinave, problemi i mbeturinave fillon në familje, ku krijohen mbeturinat. Vazhdon të ndërmarrjet që e bojnë grumbullimin e tyne, edhe përfundon në deponi. Tash, i dëgjojmë shpesh OJQ edhe aktivistë mjedisit që tregojnë që e ardhmja është pa deponi, mendoj që në kompjuter edhe ulën karrigo shumë e lehtë, mirë po edhe shtete perëndimore si Gjermania, pasi që kanë vendosur që nuk do të ndërtojnë më deponi të reja, janë kthy se edhe me gjithë qëllimin, investimet, nuk është e lehtë të arrihet ekonomie plot qarkore, që i bjen tërë materiali që hidhet të rikthehet në qarkullim. Një pjesë edhe për një kohë të paparashikueshme, po me siguri me dekada, do të duhet të deponohet në mënyrë të kontrolluar që të mos ketë dëm mbi mjedisin edhe mbi jetën e qytetarëve. Tash, Bashkimi Evropian Ajeri atëherë i ka ndërtu një numër deponish në Kosovë edhe e ka ndryshu modelin e operimit të deponive. Deponitë sanitare para luftës kanë qenë vende ku janë hedhë edhe janë djegë mbeturinat në hapësirë të hapur. Pas luftës është sjell modeli i atëhershëm, modeli më i mirë i deponimit të mbeturinave në një deponi sanitare ku instalohet, për shpjegoj në mënyrë të kuptueshme për gjithë ne, instalohet një geomembran, që është një material sintetik që nuk e lejon depërtimin e ujrave të zeza në tokë, edhe pastaj hidhet një shtresë mbeturina, të cilat kompaktohen, shtypen, që të zonë sa ma pak hapësirë, dhe pastaj një shtresë dhe edhe. Ky model është vendos një model i riqarkullimit të ujrave të zeza. Për informacionin tuaj, problemi kryesor në deponi janë ujrat e zeza, sepse është një hapësinë e madhe, mbeturinat vinë të lëngshme deri në 30% edhe nga kjo kompani është menaxhu degradimi i deponive sanitare, të cilat janë ndërtu me fondet e Bashkimit Evropian 2003 dhe 2005 dhe pas pavarësisë ka fillu degradimi, ku në vitin 2012 kompania i ka humbë edhe licencat e operimit, licencat e Kosovës të operimit të deponive sanitare. Tash jemi në një gjendje emergjente. Problemi e thamë fillon të qytetari, përfundon të na. Zgjidhja fillon të na dhe pastaj përfundon të qytetari. Ne nuk mund të imagjinojmë, natyrisht që këto gjitha mund të bëhen paralelisht, gjitha masat për ekonominë qarkore, si ndarja e mbeturinave, kthimi i mbeturinave në riqarkullim, pa u marrë parësisht me situatën emergjente që i kemi me deponit e keq menaxhuara për afër 2 dekada, të paktën 15 vjetë. Të keq menaxhuara rëndësisht, ne tash patëm një raport të auditorit që u publiku. Unë kur kom shku aty, më kanë ardhur disa fatura me i pagu para një viti e gjys, cilat nuk ma mushin synin, që janë në rregull. Edhe ishin në atë kohë pa bord edhe nuk ishim auditor të brendshëm.
edhe mendimin e aksionarit, ne ja kërkuam aksionarit, aksionari e ftoi auditorin e përgjithshëm, edhe në një kontratë prej rreth 1.4 milion, doli që tash aty dolën shumë ma shumë gjana se sa që i kemi pas vrejt në fillim, po është keq menaxhim i skajshëm i parës publike, ku në kontrata rreth përmi 950.000 euro janë tejkalime të pak linjave të kontratës që janë marrë, e shumica dërmuese e linjave nuk janë prek fare, zakonisht linjat që ishin nën çmimin e tregut, kurse janë fokusu krejt kontrata dhe kanë rrinë 1.78 milion euro, vetëm në pikat e shtrejta të kontratës. Tash, në këtë situatë, ti nuk mund të flasësh për projekte, nuk mund të flasësh për ekonomi qarkore, do më thonë, përderisa keq menaxhimi ka qenë aq i thellë në ndërmarrje publike, gjendja ka ardhur këtu ku është. Tash ne kemi një projekt bashkë me Qeverinë e Kosovës, Bashkimin Evropian edhe Bankën Evropiane për Ndërtim, me cilin jemi duke i bërë rehabilitimin e deponive me standard të Bashkimit Evropian. Pos kësaj, ne jemi duke diskutu edhe me donatorët e tjerë për projekte të tjera, por nuk guxojmë ta humbim fokusin nga ky projekt i cili, përpos që është strategjik, është edhe adresim i situatës emergjente në cilën keq menaxhimi i kësaj ndërmarrje e ka sjellë rreziqet që vendi ja ka sjellë kjo ndërmarrje për një periudhë gjatë. Strategjia e re për menaxhimin e integruar të mbeturinave ka kaluar në dhjetor, tash jemi në fazën kur pritet filloj ligji i ri për menaxhimin e integruar të mbeturinave, ku duhet të përcaktohen rolet edhe përgjegjësitë e gjitha institucioneve për arritjen e objektivave të ekonomisë qarkore. Ekonomia qarkore është ajo ideja që produktet përdoren ose përdoren ma pak, ose ato që hidhen rikthehen në qarkullim, rikthehen si material i reciklueshëm,